Bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për një pushim të pjesshëm në Ukrainë ishin intensive por të dobishme, tha një antar i ekipit negociues në Rusi. Ne biseduam për gjithçka. Ishte një dialog intensiv, jo i lehtë, por shumë i dobishëm për ne dhe për amerikanët, tha të martën Grigori Karasin në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve TASS. Shumë probleme u shtjelluan, shtoi ai. Karasin, i cili në kohë të gjatë ishte zëvendës ministër i jashtëm i Rusisë, tha se bisedimet SBA-Rusi do të vazhdojnë dhe se Kombet e Bashkuara dhe vendet e tjera do të përfshihen në to. Ai nuk dha hollësi rreth kësaj. Ai bëri këto komente një ditë takimi 12-orësh mes dy vendeve në Arabinë Saudite, vendi ku po zhvillohen bisedimet. Derisa bisedimet po zhvillohen në Riyadh, Rusia e sulmoi me raketa qytetin Sumi të Ukrainës, duke plagosur më shumë se 90 njerëz, përfshirë 23 fëmijë. Presidenti i Ukrainës Zelenski e dënoi sulmin, duke thënë se ky është shembulli më i freskët i humbjeve, dhimbjes dhe shkatrimit, diçka që Ukraina kurrë nuk e ka dashur. Zelenski tha se Rusia është e vetmja palë që po e zgjat këtë luftë dhe po torturon si popullin e vet, ashtu edhe mbar botën. Por ta detyruar Rusin të bëjë paqe, duhen masa të forta dhe veprime vendimtare, tha ai në videofjalimin e tij të përnatsshëm. Jemi gati ta mbështesim çdo nismë të fuqishme që e bën diplomacinë më efektive, shtoi ai. Ministri i jashtëm i Ukrainës Andrei Sybiha shkroi në X se sulmi 24 marsit në Sumi tregoi se fjalët e Moskës për paqe janë poshe. Edhe pala ruse raportoi për një sulm. Një zyrtar rus në rajonin e pushtuar Ukrainës, Luhansk, tha se bombardimet e Ukrainës e kanë vrarë 6 njerëz atje, përfshirë një gazetar të gazetës ruse Izvestia. Gazeta pro Kremlinit e identifikon gazetarin si Aleksandr Fedeshak, duke thënë se ai u vra në rajonin Harkivit. Kanali rus Zvezda, i sponsorizuar nga Ministria e Mbrojtjes, raportoi se kameramani dhe shoferi i tij u vran derisa po xhironin një reportazh për Federshakun. Bisedimet në Arabinë Saudite janë pjesë e përpjekjes së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Takimi i SBA-Rusi të hënën u zhvillua një ditë pas bisedimeve të ndara midis SBA-s dhe Ukrainës, gjithashtu në Arabinë Saudite, të cilat Kievi e quajti frytëdhënëse. Këshilltari i presidentit të Ukrainës tha se delegacioni i Ukrainës qëndroi në Riyadh dhe pret të takohet sërish me amerikanët. Zelenski deklaroi se fjalimin e tij të natës si përfaqësues nga Ukraina dhe SBA do të takohen përsëri, por nuk dha një datë të saktë. Një burim i pa identifikuar në delegacionin rus u citua nga TASS, duke thënë se Kremlini dhe Shtëpia e Bardhë do të publikojnë një deklaratë të përbashkët më 25 mars. Reuters citoi një burim rus të ketë thënë se një draft i deklaratës së përbashkët u dërgua në Moskë dhe Washington për miratim dhe se të dyja palët synojnë të vazhdojnë atë. Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se kufijnë territorial dhe mundësia e pronësisë amerikane mbi termocentralin bërthamor të Ukrainës jugore ishin pjesë e bisedimeve. Javën e kaluar përmendi idenë që SBA-ja të merrte kontrollin e centralit, i cili u kap nga Rusia në fillim të luftës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitriy Peskov tha se bisedimet mes Moskës dhe Washingtonit ishin të përqendruar në çështje teknike, përfshirë sigurinë e transportit detar në rajonin e Detit të Zi.